Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka vizituar familjen Nikaj në fshatin Gryk Manati të Lezhës për të shprehur ngushëllimet për Aleks Nikajn, 36 vjeçarin që humbi jetën në protestën e dhunshme të 21 janarit. Për çfarëdo lloj gjëje që unë mund të jem në vend djalit dhe të vllait, mos keni asnjë ngurim, jam në dispozicion me gjithçka që unë kam mundësi me gjithë shpirt. Por në këtë vizitë është folur edhe për Partinë Demokratike. Si rrallë ndonjëherë në fjalën e tij në familjen Nikaj, Rama ka komentuar zhvillimet në këtë parti, siç shihet edhe në xhirimet e shpërndara nga vetë Partia Socialiste për mediat. Partia Demokratike është fjalë shumë e gjerë dhe përfshin shumë njerëz të mirë, njerëz ndershëm, qytetarë që kanë të gjitha arsyet e tyre të kenë ato mendime dhe ato simpati që kanë për parime, për vlera të djatha, po kjo s'ka të bëjë me Partinë Demokratike, ka të bëjë me një regjim të një grushti njerëzish që e kanë uzurpu edhe që e kanë kthy në kalë të betejës tyre për përfitime Partinë Demokratike. Po një gjë jam absolutisht dakord që drejtësia duhet bë patjetër. Gjatë vizitës në familjen Nikaj, Rama shoqërohej nga nëna dhe bashkëshortja dhe antari i opozitës së bashkuar Pret Zogaj, ish deputeti i qarkut të Lezhës.